Atëherë vllai i madh i dha Juelës kutinë e Pandorës. Si e përdori Juela këtë kuti Pandore? Do të fus Selinin, Gretën dhe Gimbon. Sepse du realisht të testoj shumë Selinin. Dhe Gimbon janë 3 emrat që ti do të çosh në këtë televotim. Bashkë me Rogertin. Bashkë me Rogertin që bëhen. Pra Juela çon në televotim Gretën, Gimbon, Selin dhe Rogertin, i cili është gjithmonë në televotim. Tani, si e përdori Juela këtë kuti Pandore? Kutia Pandore është diçka që të vjen vetëm një herë në Big Brother dhe të kesh fat kur të vjen. Dhe duhet dish ta përdorësh sepse aty tregon strategjinë tënde, tregon sa i fort je, tregon se me kë e ke garën, tregon se cilat janë pritshmëritë tua për veten tënde, pra ku e shikon veten ti, nëpërmjet kutisë Pandorës dalin gjitha në pa. Tani është shumë e lehtë për ta gjykuar nga jashtë. Nga jashtë gjithë din ta bëjnë kutinë e Pandorës, gjithë din. Ama nga brenda është një gjë tjetër, sepse nga brenda ti e shikon me një sy komplet tjetër. Për mendimin tim personal, kjo nuk është kutia e Pandorës më e mirë që mund të bëhej. Unë po tisha atje brenda, do ta kisha zgjidh krejt ndryshe, do kisha synuar diku krejt tjetër. Por kjo është kutia e Pandorës më e mirë që mund të bënte Juela, sepse Juela me këtë kuti Pandore na konfirmoi që është lojtare e nivelit, po them, të dytë, jo të parë. Pra nuk hyn te lojtarët e forta vet. Pra ajo na tregoi që garën nuk e ka as me Mirin, as me Rogertin, as me Mateon, po as me Selin. E ka me Gretën dhe me Gimbon. Pra as me Rogertin nuk e ka garën. Kështu që ajo tregoi që unë te ky kut jam, pra në rregull. Pra atë pra thash është Pandora më e mirë. Tani unë nuk kuptoj një gjë nga Gimbo dhe nga Greta, të cilët duke e kundërshtuar Juelën, duke i thënë ti je lojtare e dobët, pse e bën këtë Pandorë, ti duhet kishe nominuar lojtar më të fortë, ata direkt pranojnë që janë lojtar të dobët edhe vetë. Pra nuk e shohin veten lojtar të fortë që ata mund të shkojnë në një Pandorë. Dhe kjo është një pik minus për të dy këta. Tjetra, po të kishte nominuar, se pa shumë komente, po të kishte nominuar për shembull Miri, Mateo, Brikena. Ajo nuk e bënte dot këtë, sepse ajo e din shumë mirë që nga ky nominim mund të dalë dhe Brikena. Prandaj them që nga jashtë është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë për ta gjykuar, kurse nga brenda është ndryshe. E përsëris edhe një herë, për mendimin tim, po të isha unë brenda do kisha bërë një zgjedhje shumë më të fortë, shumë më të mirë, shumë më loj. Kurse Juela ka bërë zgjedhjen më të mirë për, po them, nivelin e lojtarës që është ajo vetë. Kjo është zgjedhja më e mirë që mund të bënte Juela. Pra, të heq disa persona që pretendojnë të jenë, po them, deri te çerek finalja apo te gjys finalja. Nuk pretendon Juela të kap finalen, të paktën duke lexuar këtë Pandorë që ajo bëri.